Përshëndetje, unë jam Omer Zulfia. Për modulin e PHP-s dhe MySQL kam vendosur të bëj një sistem për termine. Projekti në të cilën jam bazuar është ky sistemi apo ky aplikacioni Doctolib, i cili përdoret shumë në pjesën e Evropës, ku këto do me thonë mundesh me rezervu termine tek doktor të caktuar, mundesh me bë pagesa prej këtu, mundesh mi bë search doktorët në bazë specializimeve të tyre, emrave të tyre, vendeve të tyre kështu me radhë. Atëherë për mësu më shumë kohë shkojmë tek pjesa e backendit, e dashboardit, do me thonë se si menaxhohen këto pacientët, si krijohen doktorët, si ju ndryshon statusi e kështu me radhë. Atëherë bëjmë login direkt me një email apo me disa dhëna të cilat i kam kriju paraprakisht, admin 123, e bëjmë sign in. Këto do me thonë u bëm sign in e tek dashboardi, ku këtu i kena numrin total të doktorëve, numrin total të pacientëve, të qyteteve dhe të userave. Kur nëse shkojmë tek pjesa e doktorëve, këtu do me thonë në shfaqjen na renderohen doktorët të cilët jam krijuar paraprakisht, doktori 1, doktori 2, doktori 3, ku këto kanë këto të dhëna, emrin, emailin, rolin, specializimin, emrin e klinikës, qytetit e kështu me radhë. Atëherë këtu mundemi me fshin ndonjë doktor, mundemi me bë edit, për shembull doktori 2026, mundemi me ndryshu këtë specializimin, rolin, me ndryshu emrin e klinikës e kështu me radhë. Mundemi me vendos një imazh ku e vendosim ndonjë pa marrë parasysh këto për shembull vetëm për test, për ta parë ja pra ku funksionon. Pastaj shkojmë tek pjesa tjetër për pacienta, ku këtu do me thonë ku këtu mundemi me mi bë të njëjtën mënyrë me i editu pacientët, mi fshi pacientët. Këto do me thonë pacientët dhe doktorët nuk kanë të dhëna të njëjta, për shembull çka ka pacienti më shumë se doktori është numri i telefonit dhe datën e lindjes. Mundi me bë edit, për shembull këta e lajm 2026, emailin nuk e ndryshojmë, numrin për shembull e bëjmë 070 700 700, datën e lindjes 11/3 për shembull e bëjmë me 5 mars, e bëjmë submit formën dhe ja pra ku janë reflektuar të dhënat. Pastaj shkojmë te pjesa e qyteteve, ku këtu do me thonë mund të shtojmë qytete, për shembull shkojmë në Kosovë dhe shtojmë qytetin, një qytet Podujevë për shembull. E bëjmë add city-n dhe do me thonë city është kriju, pra kepes u bën 6. Këtu shkojmë tek pjesa e users, ku këtu do me thonë janë, ku këtu i kemi kriju userat, kemi kriju këtu i kemi renderu userat dhe mundimi me bë filter në bazë të rolit të tyre, për shembull adminët, pacientët, doktorët e kështu me radhë. Këtu mundemi me bë search, për shembull admin, e bëjmë enter, shfaqet ato userat të cilat emri i tyre është admin, mundemi me bë pacienta, shfaqet ky e kështu me radhë. Domthon kaq ishte sa i përket pjesës së backendit apo dashboardit. Shkojmë në pjesën e frontendit dhe krijojmë një akont si pacient këtë rast, edhe bëjmë për shembull ky çmë lan emrin këtu, për shembull pacienti i fundit, edhe pacienti 2026 @live.com, e bëjmë copy, passwordin e lajmë pacienti 123, pacienti 123, numrin e telefonit pa marrë parasysh ka, edhe një datë të lindjes random, kështu, e bëjmë register, pastaj bëjmë login, pacienti 123, login, ja pra do me thonë ku u kriju useri dhe u bënëm login. Këtu mundemi me bë filter,
në bazë të specializimit, të qytetit, të emrit të doktorit. Vetëm të shohim këtu ndonjë çfarë mundi me bë doktorin, për shembull në bazë të emrit doktor, më shkruaj për shembull doktor, e bëjmë enter, shfaqen këto dhëna, ku këtu mundi me bë book now doktorin. Po para se me bë book now, duhet me kriju edhe një account të doktori, me kriju një account dhe prej aty mi bë schedules, pra mi kriju oraret të cilat i ka, të cilat prej aty orareve mundemi me rezervu termine. Në bazë të specializimit nuk e di a ka kardiolog, po pas ka dermatolog, nuk e di, jo nuk ka. Në bazë qyteteve caktume tash jam që pe di, po për shembull ndoshta në Tiranë ka vendosur një, po ja ku është në Tiranë. My appointments, do të thonë nuk ka appointments, duhet mbasi të krijojmë schedule të doktori, e lidhim me appointment, bëjmë një appointment vetëm për ta parë. Këtu tek pjesa e settings, my account është pjesa e profilit, ku këtu mundemi me ndryshu, për shembull me vendos ndonjë imazh caktuar, me ndryshu emrin, emailin, numrin e telefonit, për shembull 091, këtu e ndryshojmë këtë pjesën e kësaj, e bëjmë save, edhe do me thonë këto dhënat janë reflektu. Pastaj shkojmë e krijojmë një account me doktor, në këtë rast doktor, edhe lajmë doktori 2026, edhe doktor 2026 at live.com. E bëjmë copy këta, e bëjmë passwordin doktori 123, doktori 123. Specializimin pe bëjmë onkolog, për shembull, pe bëjmë Shkup, edhe emri i klinikës klinika media, për shembull, pa më parasysh ka. E bëjmë register, shëndojmë këta, edhe lam doktori 123 nëse nuk gaboj. Po atëherë këtu kur u bënëm login me akon doktorit, u shfaqen disa pjesë të tjera të cilat nuk kanë qenë më herët, ku këtu do me thonë tek pjesa e schedules e krijojmë një orar të doktorit, për shembull pelojmë ditën e çfarë më thon, ditën e mërkur, është e mërkur kjo, jo, ditën e martë, kjo qenka, ditën e martë prej orës, fillon prej orës 7, mbaron në orën ku e di 14 në 2, bëjmë save, edhe dhëna do me thonë orari është kriju, edhe këtu mundemi me fshi, po nuk e fshim, e shohim pas pak. Këtu tek dashboardi shfaqen appointments të doktorit. Tash shkojmë, bëmi logout, edhe futemi me ato të dhëna të pacientit, edhe e bëjmë një appointment. Tash shkojmë tek pacienti 2026, edhe pacienti 123, bëjmë login, edhe gjejmë doktorin, doktori 2026, që kjo, po, kjo mundem me bërë review të doktorit, për shembull, sjellje shumë të mirë dhe doktor që ju rekomandoj, pa më parasysh, e bëjmë submit, edhe ja, pra do me thonë ku është kriju ky review. Shkojmë tek data, për shembull data i treti këtu, e bëjmë next, këtu shfaqen slotet për atë datë, e lam do me thonë në backend, e lam ditë e premte, nëse nuk gaboj, shak se e ndryshum pak më vonë. Atëherë këto shfaqen orare të cilat janë të lira, për shembull nëse klikojmë këtë orarin 7:30, këtu do me thonë krijohet ai appointment, edhe ja, pra këtu tek my appointments shfaqet termini i
të cilën e bënëm tani me statusin pending. Tani për ta ndryshuar statusin shkojmë tek doctors, tek doktorit të cilën i kryum ato, e lam doktori 2026 nëse nuk gaboj, jo, po, doktori 123, doktori 123 më falni, bëmi login dhe shkojmë tek pjesa e schedules, pra këto ku peshojmë për milion ditë e prejmë të këto, mirë është, ta shkojmë tek pjesa e dashboard ku këtu do me thonë shfaqen terminet të cilat i pranon doktori, dhe këtu mundet me ndryshu statusin, pe bojmë statusin confirmed, edhe këtu kur ta bojmë confirmed, e bojmë save, edhe kur e shojmë do me thonë është bë confirmed, edhe nëse shkojmë edhe tek pacienti për ta pa e shojmë se është bërë confirmed, mundemi me bë edhe cancelled nëse dëshirojmë, për shembull e bëjmë cancelled, edhe shpejt shkojmë edhe shojmë edhe tek pacienti 2026, pacienti 123, e bëjmë login, shkojmë tek my appointments edhe shojmë që është cancelled, do më është i anulum këtë trajnim, do më kaq që sa i përket pjesës projektit, shpresoj të ketë pëlqyer, domethënë edhe tek ky pjesa e doktorit mundet të funksionon kjo pjesa e ndryshimit të emrit, emailit, të dhënave të ndryshme, e kështu, domethënë faleminderit shumë dhe mirupafshim.